Që për të parashe një pyetje shtash. A janë musliman shijat? Pyetje direkte kështu. Në bazë shumicës të dietarëve që ka potencial me cekëm në fillim, llogaritën musliman. Dikush e ka pyetur Imam Malikun rahimahullah, ka thënë kanë pjesë në Islam. Në qëfë se shofim një grup prej këtine më të vonshmeve, për djetarë, pak janë të cilët nuk i llogariti si musliman. Veç këtu ka diçka tjetër. Ulemaj ka thënë në qëfë se disa çështje të cilët janë kufër, se në i them kësaj të bardhës e zezë. Në qëfë se thotë që Kurani nuk është, s'ka zrip kiçka është ose diçka tjetër, atër ja unë e ja ti musliman, që tash, dikush e ka të ma. Këtu nuk ka tolerant. Mirë për në çështje që ka i potencuam, shembull se kanë pranuar mestin mbi meste ose me çështja e mestit problem më i vol, po. Këto shembull nuk janë çështje që nxjerrin prej fesë. Po. Kurse çështjet që janë patjetërsueshme të fesë, Kurani, me në darura që i thonë të kapshme të fesë patjetërsueshme, këto në qoftë si mohon atërsë është. Edhe ai i cili është sunni, nuk e mohon shembull namazin, e mohon Kur'anin. Atë ka boll. Këtu i kemi ne disa musliman, për fat të ketë çka thotë unë Islamin e pranoj, thotë xhama veç xhumon thotë ta fali. Ose doni tjetër, ala ma liberal, thotë veç Bajrami. Shumë çdo xhumon thotë fali. Thotë ju thotë shumë ekstrem, thotë dënim gjotë thotë që i falin kapes, tepër. Kjo është Islami jot. Islami që ka thonë Korani, Suneti dhe Korani, Suneti ka komente të dietarëve. Nuk mundet se çallit çka im teket ta komentoj Koranin, ta komentoj hadisin. Edhe është i rujt me kjo fe, domethënë me kret me libra, me sen, me çdo gjë.